Ish Miss Kosova, Drenusha Latifi, ka vendosur së fundmi të ndajë me publiku një rrëfim të thellë dhe mjaft personal për jetën e saj pas divorcit, duke hedhur dritë mbi një periudhë të vështirë, por njëkohësisht formuese në jetën e saj. Ajo ka treguar se emri i saj po përmendet gjithnjë më shpesh në media dhe në rrjetet sociale, gjë që ka sjellë jo vetëm vëmendje të madhe publike, por edhe komente, gjykime dhe spekulime të shumta. Megjithatë, Drenusha shprehet se ka mësuar të mos ndikohet nga zhurma e jashtme dhe nga perceptimet e të tjerëve, duke theksuar se sot ndihet më e qetë dhe më e balancuar me veten se kur më parë. Ajo ka theksuar se pas gjithë përvojave që ka kaluar, ka arritur në një pikë ku e kupton qartë se lumturia e saj nuk varet nga një partner, nga një martesë apo nga aprovimi i shoqërisë, por nga mënyra se si ajo zgjedh ta jetojë jetën e saj dhe ta ndërtojë raportin me veten. Sipas Drenushës, periudha pas divorcit ka qenë një proces i gjatë reflektimi, dhimbjeje, por edhe vetëdijësimi, që e ka ndihmuar të kuptojë forcën e saj të brendshme dhe të rikthejë besimin tek vetja. Një rol kyç në jetën e saj e zën fëmijët, të cilët ajo i përshkruan si arsyeja kryesore pse nuk është dorëzuar asnjëherë përballë vështirësive. Drenusha është nënë e 2 fëmijëve dhe përkushtimi ndaj tyre ka qenë gjithmonë prioritet absolut. Ajo ka rrëfyer se të qenit nënë e vetme për një periudhë të gjatë ka detyruar të rritet shpejt, të marrë përgjegjësi të mëdha dhe të luftojë për të siguruar stabilitet emocional dhe financiar për familjen e saj. Sipas saj, çdo sakrificë e bërë për fëmijët ja ka vlejtur, pasi ata janë burimi më i madh i forcës, dashurisë dhe motivimit të saj. Duke u ndalur të martesa me Atillën, e cila zgjati rreth një dekadë, Drenusha ka treguar se ajo ka kaluar në për shumë sprova që në vitet e para. Një nga periudhat më të vështira ka qenë pikërisht momenti kur ajo u bë nën për herë të parë, ndërkohë që Atilla ndodhej i burgosur në Suedi. Kjo situatë e la Drenushën të përballej vetme me një realitet shumë të rëndë, duke u gjendur përballë sfidave të mëdha financiare, emocionale dhe sociale. Ajo ka theksuar se në atë kohë është ndjerë e pambrojtur dhe e braktisur, por megjithatë ka gjetur forcën për të vazhduar për hir të fëmijës së saj. Me kalimin e viteve, problemet dhe konfliktet e brendshme në martesë janë thelluar gjithnjë më shumë. Mosmarrveshjet, mungesa e stabilitetit dhe barrat emocionale të pashëruara kanë ndikuar ndjeshëm në raportin e tyre, duke e bërë gjithnjë më të vështirë bashkëjetesën. Drenusha ka lënë të kuptohet se përpjekjet për ta shpëtuar martesën nuk kanë munguar, por se ndonjëherë ndarja është zgjidhja e vetme ku një marrëdhënie nuk ofron më siguri, respekt dhe qetësi shpirtërore. Vendimi për të ndarë u mor përfundimisht kur djali i tyre ishte rreth 1 vjeç, një vendim i dhimbshëm, por që ajo e konsideron të domosdoshëm për të mirën e saj dhe të fëmijëve. Pas divorcit, jeta e saj ka marrë një drejtim të ri, të mbushur me sfida, por edhe me mundësi për rritje personale dhe pavarësi. Sot, Drenusha Latifi shfaqet si një grua më e fortë, më e vetëdijshme dhe më e fokusuar në ndërtimin e një jete të qëndrueshme për veten dhe fëmijët e saj. Ajo përpiqet të ecë përpara me dinjitet, duke mos u ndalur te e kaluara, por duke marrë prej saj mësimet e nevojshme. Rrëfimi i saj është një dëshmi e qartë se edhe pas periudhave më të errëta, një grua mund të ringrihet, të gjejë veten dhe të ndërtojë një të ardhme më të qetë, të pavarur dhe të mbështetur mbi forcën e saj të brendshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.